Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Miqtë e mi, data sot është 10, muaj është i 7 viti 2026. E premte jemi para pak mesnatës. Dhe Maqedonia ka vluar gjithë dhe sot lidher me atë kush është personi i katërt për të cilin u kthyen prapa 3 njerëzit me pasaporta diplomatike të Vlenit. Është kalkuluar, mund të jetë ai, mund të jetë ky. Në fund të rrjetet sociale kanë vluar se personi i cili është në foto është një bashkëpunëtor i afërt i Bilal Kasami dhe njeriu i cili kanë mundur ta kthejnë është vetëm Bilal Kasami. Për shkak se Vleni nuk e ka sqaruar deri në fund se për çka bëhet fjalë dhe kush janë personat e anatemuar. Pasi Qoku diktohet se është Qoku, Bekim Qoku, ndërsa Adnan Azizi diktohet se është Adnan Azizi dhe zëvendës sekretari shtetëror i qeverisë Mirtezani dhe ai diktohet se janë. Pra këta ishin me pasaporte diplomatike. Personin e katër u mundua që ta sqaroj mbrëm edhe policia e shtetit shqiptar, e cila nëpërmes të tjerave përmendi edhe se vërtet kanë pasur pasaportë diplomatike, por disa të tjerë janë kthyer për shkak se nuk kanë pasur të drejtë të hyjnë në shtetin shqiptar. Tre prej tyre dispononin edhe pasaporta diplomatike dhe u zhbërë me dy që ata mund vazhdojnë në shtëpinë dhe vetëm por një person i shoqëruar së bashku me ta, i cili kishte pengesa të lishme në kufi, nuk ka mundur të ofrojë drejt Republikës së Shqipërisë. Në këtë kuadër, të katër personat nuk kanë planuar që të vazhdojnë nuk kanë planuar të vazhdojnë në udhëtimin dhe janë kthyer për në Maqedoninë e Veriut. Po pra, ky ishte sqarimi zyrtar i policisë së shtetit shqiptar. Ishte Skënder Hita. Në ndërkohë, është thyer edhe në humor, por është thyer edhe në përplasje politike. E kanë pyetur sot në prezencë të zëvendës kryeministit të parë nga radhët e VMRO-s Nikoloskit në një prurim të një rrugë e cila ka përfunduar në Tetov para një jave, ndërsa për shkak se kohët e fundit atyre akuza jam bashkangjitur edhe unë falni, lidher me atë se pse qeveria VMRO investon vetëm në maqedonin lindore dhe ai erdhi që të duket se ja diçka ka investuar. Por befasia ka qenë edhe më e madhe. Zëvendës ministra e transportit, Kaltrina Zekolli Shaqiri, tha se 7 milion euro janë dhënë për këto punime infrastrukturore në Tetov. Bilal, do thënë, uzu me presh përdore pra uzu Bilali, duke se delte sikur ai ka nga puna e tij, por ja që dolën që janë paratë qeverisë. Okej, nuk është okej, ne dikthemi prapë kësaj. Bilali ka reaguar në këtë me një deklaratë mjaft interesante. Për kapës në do pasaport diplomatik. Sigurisht janë diplomatë të cilët kanë të pajisur me pasaporta diplomatike dhe nëse ata udhtojnë zyrtarisht duhet të shfrytëzojnë pasaportat diplomatike dhe në këtë rast më thonë këta funksionar kanë udhtuar zyrtarisht dhe ata kanë sqaruar. Sa i përket atë që ne vlerësojmë se rrjedh nga Maqedonia e Veriut ka të bëjë me opozitën, të cilët duke humbur busullën politike, keq përdorin institucionet në Shqipëri, duke keq informuar për gjithë atë që ndodh në Maqedoninë. Lusim vëdin që betejën politike ta vazhdojmë këtu, brenda proceseve demokratike, brenda kushtetutës dhe ligjeve dhe mos e involvojnë një shtet që në këtë rast siç është Shqipëria. Nuk do t'ju ndihmojmë. Po pra, edhe Bilali vetë nuk e sqaroi se kush është personi i katërt. Personi i katërt, kush është? Pra, mbetemi me shpresë se atë që rrjetet sociale e bëjnë dhe pastaj u mbeten në qafë njerëzit për thashëthënë. Nuk janë thashëthënë, janë për shkak jo transparencës së partive politike, po sërish Vlenit. Në ndërkohë ka pasur përplasje BDI Vlen. Bashkimi Demokratik për Integrim ka dalë sërish me reagim ndaj qasjes politike dhe kryetarit të Komunës së Tetov Bilal Kasami. Sipas BDI-s, Kasami edhe një herë ka treguar para qytetarëve mungesë fuqie politike dhe institucionale. Në komunikatën e saj, kjo parti vlerëson se do të mos qenë në gjendje të marrë përgjegjësi dhe
të jep zgjedhje për problemet e Tetovës, apo përpiqet të mbrojë dështimin përmes tezave për zgjedhje të reja për Këshillin e Komunës së Tetovës. Në reagimin e plot BDI shprehet se Bilal Kasami, i njohur që në rini për vargjet e lavdis kushtuarjes së Brostitës, më pas pjesë e koalicionit parazitor mosheme, ndërsa sot pjesë e një qeverie pa legitimitetin e shqiptarëve ka shfaqur në disa raste pa fuqinë e tij politike para opinionit. Dgjoni, unë këtu nuk i zë faj Bilal Kasamit për poezinë që ka kushtuar Josip Broz Tito. Kam sqaruar edhe disa herë tjera. Kur poet më eminent të Kosovës ka pasur nga një vjesh për Tito. Bilali është asgjë, është një gjeth i zverdhur në atë grumbull të drujve. Politikan bërës po ashtu shqiptar. Për arsye se le të më tregojnë edhe këta të Vlenit, të BDI-s, falni. Ali Ahmeti, nëse ka shku në një shkollë fillore, nuk ka recituar në një vjesh për Tito si fëmijë, apo ai ka protestuar. Pra Allah për natën e mirë. Pra, unë nuk i zë faj Bilal Kasamit për vjeshin që ka kushtuar Josip Broz Titos. Nuk i zë. Por i zë faj për punët tjera të cilët nuk është duke i bërë. Në dëgjohet pak më parë. E përmenda, zonja Kaltrina Zekolli Shaqiri e tha në Tetov, 7 milion euro janë dhënë për investime në infrastrukturë. Pa marrë parasysh se 7 milion euro vetëm për një lagje është duke dhënë në manastir qeveria. Nuk mund të mbëllohet Tetova me 7 milion euro për gjithë ato investime të rrugëve me atë që e bën vetëm për një rrugë në manastir. Sot atje ishte kryeministri dhe përroi diçka shumë interesante. Pra, nëse Nikolovski ishte në Tetov, kryeministri ishte në manastir. Kanë vendosur që manastirin ose ta bëjnë kryeqytet të dytë të Maqedonisë, ose ne nuk dim gjë, ndoshta ata dinë diçka më tepër. Pra. Dhe pastaj ka plasur debati në Tetov para mediave ku Nikolovski thotë rruga Tetov-Prizren punohet në projektimin e tunelit, më pas do të kërkohen mjete. Interesant. Në Maqedoninë Perëndimore, për duhet nga bankat të kërkohen mjete, që nënkupton se duhet pritet, pa duhet të miratohet, pa kështu me radhë me vite të tëra. Ndërsa, në Maqedoninë tjetër, më njëherë fillohet me punimet. Hyni në webfaqen e zonës kryeministrit të parë dhe ministrit të transportit, dhe të shifni. Çfarë është duke bërë në Maqedoninë tjetër? Për rrugën Prizren Tetov, po punohet në projektimin e tunelit, pasi ai do të jetë tuneli më i madh në shtet. Kështu përgjigj ministri i transportit Aleksandar Nikolovski në pyetjen se në çfarë faze është rruga Tetov-Prizren, për cilën qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe Kosovës janë dakorduar për ta ndërtuar. Ai theksoi se është i kënaqur me dinamikën e punimeve, duke marrë parasysh se bëhet fjalë për një projekte më të mëdha për të cilën pasi të përfundojnë projektin do të dihet edhe vlera e së njëjtës. Fakulteti i ndërtimtarisë, i cili ka përfunduar me projektin bazë, flas për anën tonë të projektit, ka kërkuar informacione shtesë në pjesën e gjatësisë së tunelit dhe pikën e lidhjes. Në ato informacione po i dorëzojmë marrë parasysh se do të ketë një tunel mjaft të gjatë, gjithsesi tuneli më i madh në shtet. Tani po punohet në projektimin e tunelit. Tunelet janë projekte më komplekse inxhinerike dhe sapo të përfundojmë projektimin e tunelit, ne do ta dimë vlerën e saktë dhe do të fillojmë të sigurojmë fonde pas cilave do të fillojmë punën. Pra, një të gjë u tha edhe për atë që quhet tashmë rruga Blac-Shkup. Po, do sigurohen nga banka të ndryshme botërore. Dhe mirë po do të pritet deri në vitin 2028 përfundimi i saj, 12 kilometra. Interesant, shumë interesant. Shumë interesant. Dhe interesant, një hikorrudhë e cila ekziston. Është pyetur edhe për këtë sot Nikolovski. Shkup, Tetov, Gostivar dhe Korçov. Tash del diçka tjetër. Ai duhet me pak para riparime dhe të filloj. Si që bën në Maqedoninë tjetër, me njëherë. Manastir, Prilep, Shkup. Zëvendëskryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski njoftoi sot se së bashku me shkrimin e plan, po punohet intensivisht në përgatitjen e dokumentacionit për ndërtimin e linjës së korridorit që lidh Shkupin me Tetovën dhe Gostivarin. Duke folur për mediat në Tetov, Nikolovski tha se bëhet fjalë për një projekt që është pjesë e planit të rritjes së Bashkimit Evropian. Sipas tij, lidhja e kryeqytetit me Tetovën dhe Gostivarin është faza e parë e projektit. Në fazën e dytë hikorrudha pritet të vazhdojë deri në Korçov, ndërsa në fazën e tretë lidhet me Ohrin, rrugën dhe më pas me Shqipërinë. Nuk e di pse i ka hiqur kësaj pune dhe sqaron gjëra të kota. Kur është vetëm duhet një riparim i vogël. Është atë që ata planifikojnë vëmëroja që pastaj të vjelin mjete nga fondet ndërkombëtare le ta bëjnë herave të tjera. Tash urgjentisht duhet ta bëjnë rrugën Shkup, Tetov, Gostivar deri në Korçov. Është vija. Janë të gjitha gjërat aty, vetëm duhet një pastrim, sinjalizim dhe asgjë tjetër. Mirë po jo, nuk do të ndodhë kjo. Pra, vjen në mes të Tetovës dhe të thotë,
por nuk ka edhe faj këta. Sepse atë që ne ka bërë shqiptarëve të Maqedonisë Perëndore BDI-ja nuk e ka bërë askush. Janë zënë me pelë për dorë, thonë Kosovarë. Janë zënë me pelë për dorë. Sepse këtyre ditëve, jo këtyre ditëve, falni, po sot ishte në Kërçov edhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Maqedoni Rokas, të cilin e pyetën gazetarët se çfarë mendon kur do përfundojë rjeti kanalizimit në Kërçov. A dini çfarë tha ai? Është turp për BDI-n, është turp për Ali Ahmetin sepse përmenden familjarët e Ali Ahmetit në këtë rast në kanalizimin e Zajazit. Përmenden familjarët atë shumë të afër nga vija e parë. Familja e ngushtë e Ali Ahmetit. Sepse ata që kanë studiuar juridikun e dinë çka është familja e ngushtë dhe çka është familja e zgjeruar. Po se është në të fal, se më rrugën në drejtën e trashëgimisë familjare. Pra, Rokas tha, neve si BE na figuron se ka përfunduar vitin 2024 ky projekt Bashkimit Evropian. Pra, kanalizimin nga Zajazit deri në Kërçov. Kështu ka deklaruar sot në BE Michael Rokas. Nuk më besoni, ja dëgjoni. Zyrës e Bashkimit Evropian në Maqedoni figuron se kanalizimi nga Zajazi deri në Kërçov ka përfunduar në vitin 2024, deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian në vend Mihailis Rokas gjatë vizitës së tij në këtë komunë. Pa hyrë në detaje për këtë çështje, tha se duhet të mbahet mbledhje teknike për të parë nëse mund të ketë rifinancim të projektit. So again, I mean, it seems to be of technical nature, but we are going to look at it very quickly because for us, again, it was a project that it was terminated in 2024. 2 years ago, at least for what we financed, because always there is co-financing. Po pra, dëgjohet, ka përfunduar 2024. Ali Ahmeti po tjetë si ata pleq me musteqe të bardha dhe mikër të bardhë, dhe le thotë, ciao, ika. Janë akuzuar njerëzit më të afërt të familjes së tij, familje e ngushtë. Nuk është okay, por ne vazhdojmë më tej. Për nesër është paralajmëruar një protestë e madhe, BDI i fton qytetarët në orën 20 janë në pllashtatin e Tetovës. Pllashtat nuk është slavisht, është gjermanisht. Tradita jonë kombëtare nuk ka duruar asnjëherë poshtrimin, hyrjen dhe as vazalitetin. Prandaj rrugët dhe sheshet tona do të frymojnë përsëri Shqipërinë. Dhe këtë do ta bëjmë të gjithë së bashku. Kur jemi bashkë, jemi më të fortë. Po pra, kishte kryetari i degës së BDI-s, zotni Bajram Recep, i cili thon qytetarët që nesër t'i bashkangjiten kësaj proteste. Okej. Ftesa është publike, pra nuk është e fshehur. Takimi në qendër, pra në pllashtat, ora 20 e shtunë, data 11. Nuk është okay, por unë vazhdoj më tej, pra, gjithandej. Gjithandej Maqedonia ka të lashe të ndryshme. Por, është një fjalë e urtë popullore shqipe që thotë ra ky mort dhe u pa. Pra, unë nuk do kisha thënë kur gjë, ama bashkë kur gjë, por do mundohem nga këndi im, sepse nga këndi im edhe unë kam të drejtë të përcjell një mendim, qoftë si gazetar, qoftë edhe si qytetar. Jam në shtetës i këtij shteti. Pra, deputetja e Vlenit, Saranda Imeri Stafaj, ka vazhduar me fundimin ndaj ambasadorit shqiptar në RMV, Denion Mejdani. Me një ta zonë si këngë, që nushi ore, më ju naza rreth Flori, ne e morin qafë çunat e ri. Sepse Denion Mejdani më herët ka paraqitur një si poezi, o Saranda di Luin, kush ta prishi qetësi. Pra, ka pasur një përplasje mjaft interesante, më ju naza rreth Flori, ka vazhduar Saranda, ne e morin qafë çunat e ri. Pra, Saranda nga këndi i poezisë. Pa marrë parasysh Saranda, pa marrë parasysh. Unë babajnë tëndë, Rahmetli, kryetarën e PPD-s e kam njohur më mirë gati se ti në aspektin politik. E njoh që nga demonstratat e vitit 1981 në Prishtinë. Dhe di çfarë kontributi ka dhënë ai, sepse ishte mjek në kuadër të qendrës studentore, kishte një ambulant, ai ishte aty mjek. Dhe di se si ka shiku studentët. Pra, një respekt të madh kemi për babajnë, mirë për nuk thotë se duhet kemi respekt edhe për ty. E kemi nderos me këtë. Mejdani mund tjetë i dështuar, mirë për është ambasadori një shteti. Kërkush nuk ka kundër shtetit tanë.
pushtetarët vinë e shkojnë shteti mbetet. Shteti shqiptar 113 vite më parë është shtet. Por, është tepër e ulët kjo që ju merreni. Pra, nga jo që jam duke parë, mendoj se këta të vlenit aq shumë kanë marrë liri sa që mendojnë se këta e kanë çliruar edhe Tetovën, e kanë çliruar edhe Shqipërinë, e kanë çliruar çdo gjë. Por, Saranda, edhe për ty ka, ndoshta ndonjë muhabet dikush, por mbase përfolet me zë të ulët dhe kur do mbri me zë të lartë, atëherë do smetetesh. Gjatë një takimi me studentë në kampin rinor në Jala, mëstori Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, Denion Midani, përgjigj pyetje lidhur me sulmet dhe kritikat e ditëve të fundit drejtuar ndaj tij. Duke folur para studentëve, Midani tha se sulmet personale nuk e shqetësojnë, pasi sipas tij ato tregojnë më shumë për ata që i bëjnë se sa për personin ndaj të cilit drejtohen. Sulmet e disa individëve ndaj meje nuk më shqetësojnë, flasin më shumë për ta se sa për mua. Kur mungon performanca, kur mungon udhëheqja me dinjitet dhe kur askush prej tyre nuk garanton standarde evropiane, akuza mbetet e vetmja gjuhë që din të flasin. Nuk duhet të ulem në atë nivel as kam kohën e ditës t'ua jap, ka deklaruar Majdani. Slushna, Saranda, slushna. Por edhe ne do fillojmë dal nga dal të bëhemi si Saranda, të pa cip. Kështu thot një fjalë popullore shqipe në Shqipëri. VMR-ja bën ka marrë edhe një parti turke të demokratëve turqve në Maqedoni brenda një qeverisë. Bashkangjitës e shumicës parlamentare dhe do ketë edhe një ministri. Nuk është por unë vazhdoj më tej. Ka ndalur në shitje edhe apartamentet e Nikola Gruevskit. Çmimi mesatar për metër katror është mbi 3.400 euro. E kush do blej askush, prapë do mbeten aty. Nuk është por unë vazhdoj më tej. Pra, Maqedonia ka vërtet probleme. Dhe me një mendim pajtohem me lëvizjen shqiptare të Zjedhin Selës. Ata thonë, janë kundër asaj që në parlament të kaloj kërkesa VMR dhe punës. Vetëm për kryetar shteti të vlej vota elektronike e diasporës. Jo. Me të drejtë thot Elmi Aziri sot në një pjesë të konferencës për shtyp, diaspora të votojë edhe në zgjedhjet lokale ose ligjin do e bllokojnë. Tamam është. Dhe asgjë më tepër pra, deri nga dalë për afrohemi fundit, pra gjithandej Maqedonia vlon. Por nuk bëhet Maqedonia me krijesa artificiale, ad hoc punë e kështu me radhë. Dëgjohet, BDI ka menderosur, por afër menderosjes me deklarata edhe politike edhe publike është shumë afër edhe vleni. Dhe nuk e di kush është, ama tash më doli kjo. Kandidati i mundshëm i VMR-s për kryetar të komunës së Brvendësisë Goran Jovanovski. Shujnë Agës Nakëll thonë Kaçanaklit. Nuk ka shansa të fitojë Goran Jovanovski, nuk e di kush është, por nuk është. Ndërsa deklaratat e tjera se ky mund të jetë ose ai mund të jetë në çështje tjetër, por e di vetëm një gjë, se më kanë thënë vetë nga qytetarë të shumë të komunës së Brvendësisë, ose nga Çellëpekë, se Qim Ramadani Shah e shkeli votbesimin tonë. Jo për diçka tjetër, të kishte mbetur ashtu siç ishte, sepse herën e parë nuk i dha për kraje vleni, tash e u fut në thetrat e vlenit. Nuk është por këtu një përshëndes, dëgjohemi nesër mbrëma. Ishte dhe podcasti me Mesut Shabani.